Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi nga unë Dorontina. Sot kemi ardhur në fshatin Terpez, komuna e Vitis. Nga mesazhet cilat unë i kam marrë pafund, hajden Terpez, hajden Terpez, kemi pasur çfarë fshati i bukur është. Përveç kësaj, veçuria e këtij fshati më kanë thënë se i ka shtëpit më të bukura të ndër fshatrat e Kosovës, por se sa është i banueshëm dhe se si kemi me kalu ditën sot këtu në Terpez, mbetet me u pa. Hajdini me neve të knoqëm bashk! Shumë fshati bukur, fshati Terpez, e ka një pamje mahnice, si për pejsazh e kam fjalën, po ashtu edhe është i ndërtuar bukur mirë. Janë, mund me thonë lirisht, ndër shtëpit më të bukura që i kum pa deri me tani në një fshat. Keni me pa edhe jo gjatë rrugtimit tonë. Po provojmë, mos po e gjejmë dike këtu në barë, në këtë shtëpi, për shkak se kam pak problem me banorët, se nuk është që po takoj edhe aq rrugës. Oj, zoti shtëpis! Është familja Rexhepi. Oj, zoti shtëpis! O bubi, am han bubi? O bubi lësho qiken, am han bubi? Më han? Apo më largon? Veç pak me më hongër po thua? A dëni më safër shpia modhe? O në vetut në... Përshëndetje i ndërum. Qëre, jam zonë, i kam dur të përlyme. Aje mirë, qëshim. Mirë bre. Unë jam Dorontina, jam gazetare. Po. Përshëndetje i ndërume, qëshje, aje mirë. Ko marrë sot vizit fshatin e ju. Me më tregu për fshatin. A keni koha, ju pengoj 2 minuta? Tyve me jo. A mune me vazhdo? Mujna. Apo shkojmë që ndërhije për shkak që Ane. është edhe jeni lodhju. Ane, Sa nëse kam problem. Ane. Aje mirë, Veç u ku ma pyesja për shka farë për fshatin, veç për fshatin, me më tregu fshati Terpez, Po, komuna Vitis. po. Për çka njihet ky fshat? Fillimisht komplimente, është fshati më i bukur deri me tani, mune me thonë lirshëm që unë i kom bë vizit. Qëre, është... Po unë jem një që pi 6... Jo, nuk ta, kur që më se bënë marak, heq. O, thash ku shumë breku. Ma intereson të kësë na. Qëre. Bubil shoqiken. Pi 69-ës, jashtë. Jam shku me 21 vjetë. Në që një 17 vjetë, 18 jam kësuj. Pak dis këtu, unë e dhja e moqimja që shokon Terpeza me 7 shpi. Dhe që nga të regu dhe për atë pjesë. Në atë kohë konë 72 shpi kër jam shku në jashtë. Jena konë ma të ofërt, jena hinjë, jena dalë, teri me krytë ka thunit dhe që kena pas monën fjallë të mira, kena pas ma betë mirë, i kena pas gjitha. Po edhe sot s'ka probleme, fshati Terpez vallaj nuk ka ashtu probleme. E tash si që sa vjetë që jam këtu, kanë rru pak, bezbeli. Tash po du me undalën e të kjo pjesa, që me ndën ku është
fiks ai qelsi që ka ndryshu sa gjona, ma ndryshe janë. Ja sa i ku edhe tash. Përparimi fshatit, Tek njerëzit po du me undal ma shumë. tek njerëzit. Shef, civilizimi bën shumë sene. Përpara na nuk na pas këtë komunën e Vitinjës, fabrika, sene që më konë të punësum. Kur është qelë rruga e jashtme, ka ndalë të goti, jena konë në atë kohën 69 që ku më shkone, jena konë ofër 100 vetëve për jashta. Në qatë jetë ka fillu pak më asi, pare kanë ardhë, kanë higë, o punu, nasha kanë punu, po dëmonë, ka lujt, populli është normal, nuk ka pas, kur s'kana pas një me probleme këtu, njëra një kondo, nga të rejsa ato heret, po ato s'janë interesant, po amo mirë kalojna, mirë e qojna, me punojnë kejtë, a shef krejtë zë kush, e unë do mund, unë këtu konë arë, shpia e më konë atë qetra, po, Zoja po thotë që krejt jashtit e kanë bërë, gjitha këto ndërtime falë mërgatës. Mërgatës. Kur im konë nësë isha 100 vetë jemi jashtë, ka 1.000 euro me hinë në vjetë, së isha, 100.000 euro janë. Por se, dikush i ka shti ma shumë, 10.000 i ka shti, të na dikush ka punun, ka si edhe arrit. Shpia jeme konë e funit kër im shkur në Gjermani. Që ke shpi që to, konë e funit. Këton s'kena pas shpia. E konë kejtë ara. Qka kanë punu këto fshatit, që kanë mjellë punu, kanë mushu në bonarë tonë, që e shpia në tonë, konë shpia mu shpia unë ja, që po shjetë kulbi një që shtë. Të në unë mësë jam kësy, kjo konë dhe kjo arë, unë ja konë, ne konë bo shpia, një konë bo që të sene, që të gjolla, a ka dëmonë, mërgata e ka mojtë tërpezën. Unë me thonë lirë shumë fshati zotnive. Lirë shumë unë me thonë fshati i zotnive. Për tërpezëna, shef, ka zotni, ka pa zotni edhe jënë hala. Se të fakt përëndimi e kanë në kanë i mu. Që unë i kublona që 17 vetë, kër im shku pa martu. Se kom pas heq, jam kësy mas 4 vjetë, jam martu, kom marrë gruën me veti, 5 sëmim kanë linë, atë kukër kom marrë në gruën, o konë qu dhe modhe kështu të ishin, ajo prisha e morë gruën, a i shkoj. Interesant tash me këta ku ishit për rreth, a njihni krejt. Me krejt, jo që A më një fes apo qysh? Jo, një fes nuk jenë, thujnë, tërpeza o 4 vlazni. Një nepsojnë është i artë, ma nalta që është, i kanë thonë edhe ati në shef në jena 4 vlazni, edhe ti po të pranojna, martes nuk ka nër veti, edhe një mes ka pas. Keni mbojt që Pa i ato. kena mojt ato, nuk kena po. Sa da ka martesa? Jo, halja s'ka. Vazhdon do thot me mbet ashtë. Vazhdon, halja, momi, vazhdon. Me bo mu të ashuru mëre. Po të ashti, 3 typën mu ishme minolla, nëse një shkojna për masrive, po. Amo nuk ka ndodhë halja. Një mësës nere pa të boni nga të rejtë ka vdek, rahmetlia. A ka di ati të, asi mahalla ka të unë një zvici me Ka bu pa dashje. Pa në pash pa dashje, së bon nështë, po, se këto më zbon pa dashje. Edhe s'ka pas problem. Interesën, prafërsisht sa shtepit banushme janë në këtë lagje. Sa e kanë lënë vendin, edhe cili shtet i ka morë mas shumë të i banorët e këti fshati. Zvicra tash. Se në Zvicra, pa edhe Gjermania po. Unë thash, kur jem shku në Gjermani 69-an, vetëm 72 shtëpia konë fshati. Jem shku e kry ushtrien, jem kësy për ushtrijës, edhe jem shku në Gjermani. 72 shtëpia konë, e sot është ofër 500. Pa dhe 500 janë daltë për katonit. Fshatit. Dhe 500 janë, ka Ferizaj, ka në Gjellan, ka në Prishtin, ka jem shka e ndalë. 78 vjeti këmë bo, 78? Po. Po dukesh ma i ri. po që ato sa është të martohen edhe në herë, po s'po di vallaj. Ata qojnë në një. Ha? Bon. Kjo po thot Stalon shpe, po Unë ja gjoj një të stokët bjeshkëve. a pistogit a? A Unë vim bashkë shpesh në bjeshke si janë tonë. vallohi, edhe unë Ha? Në tru.
Të trofta, ato koda. Edhe ti e bjeshke sa? Edhe unë e Ata bjesh. gjojnë një pro. Kjo për me Ata katë gjojnë në për një qyti. Jo mirë, jena. Ai gore, Ja, na vina që shpesh, në pjesë. Jena të morën vesh, të dyta mo për ka Tash gratë ti mo. ke mbojt Unë pjesën. 73, ky 78. Se ti qka i pas ka mbojt vetë shumë tri po dukni. Mos ka Na. papën e me nej që është. Unë e tregoj. Unë e që lëvizë çfarë shumë. kam mojt. Unë ka mojt joshtja. Janë lethmia, janë rriti, kena drejtu. Tash kena ordha pete, kena rrug shtëpien vetë në dorë, damaçillakin e kena rrug vetë. Ku dojna shkojna, ku dojna rrina, ku dojnë mi hom, edhe qaja na ka mojt. Ja, qaja na kam, ani troka na bujna muhabet pa trok. Aja na ka mojt, edhe na man halat. Qa është? Edhe na mojnë, edhe thmija kur t'na vinë. Ishe një fmin mirë, që në rrugë të mirë, qaja ju mom, qaja është për pritë. Strëni pak jena vallahi. Unë gjalli, i gjallit. Inshallah e mush krejt u burrin. Edhe ju jep zoti krejt mirë. Inshallah na edhe gjithë kush ka e vlad, inshallah gjithmonë i jep kush zotit munohet. mira. Amin, inshallah. Edhe Kush kush i munohet me prit drejt. mirës, inshallah Nuk pistovi, gjithmonë ne? mira. Unë tham kush e meriton, zoti ja jep të mirat. Mirë, faleminderit edhe për juve. Faleminderit juve, është kënaqësi me ndo kohën në një familje si ju. Faleminderit. Atë përshëndes. Ane, A e pini ka një kafe? Ja, me shumë qef se Që vetë se e ja Tolina kemi... që aty ndilë, pim nga një vetë se ja kafe, kemi shkani. filmu. A të bëjna një shkputje? Bacera mes, faleminderit s'ka shumë për kohën. gjë. Faleminderit për juve që jeni munu. Ishte Edhe që knaqësi. kena bisedu pak. Ato sa kena mujt me kallëzuat vërtet dhe kemi kallëzuat. Diçka s'kena pasur pshef, s'kena pshef kur gjë. Na u kënaqem pa fund. Faleminderit shumë për Faleminderit juve. edhe për juve. Zoti ja udhësh krejt mirat. Ditën i mirë, përshëndes, faleminderit shumë. për juve shumë, kalofshi mirë, inshallah Edhe keni ju. punë të borë gjithmonë. Faleminderit shumë. E shnet, e gjitha të Fala mira. familjes. Faleminderit shumë me të mira. Ndëroj për zemërsisht Bacin Ramez, o kënaqem me të vërtet një familje shumë e mrekullueshme. Ju kotën e thash fshati zotnive e pot. Zotni me plot kuptimin e fjalës. Unë kënaqem në çdo familje deri me tash. Në çdo familje po kalojnë mirë e ma mirë, po shpresoj që rrugtimi jonë ka me konë deri në fund kështu. E sheni me shtemi një fshat shumë i ndërtum, fshat shumë i bukur, nuk kom po do të thot deri me sot fshat që është kaq i ndërtum me shtëpi kaq të bukura, po siç e ceku edhe zotëria aty në borë, tha që fal mërgatës, do thot fal mërgatës janë këtu ndërtime kaq të bukura. Po më duket pak me i tho këtij fshat se si qytet e sheni ka qarkullim gjatë gjithë kohës. Pas ka dhe marketin ky fshat. Unë po du me hy me provu me i përshëndet, të shohëm se sa janë mikprica, edhe pse në shtëpin e partë ai zotëria që kena pretën shumë mirë. Përshëndetje! Përshëndetje. Ai një kësaj të shpia modhe. Hajde bëjram. Mirë si ju gjej. Dita. Ai e mirë, Dorontina. Ai mirë, po vjen Mirë, mirë. faleminderit. Ai do. Ai e mirë. Shkeni shini, no. Ai e mirë. No, që shi. no, mirë, atë. Na vjen mirë. Ju shkeni shini. Se i të që keni zgjedhë këtë fshatin tënd të veni, jeni të mirësardhën gjithmonë. Faleminderit shumë i nderuar. Është shumë kënaqësi për neve. Po du me u ndal pak aq po thirrri. Kur nëni? Qysh je? Mirë. Familjen? Këtë jemi njerë mirë. Shqyr. Shqyr pas. Ju që shini? Mirë dhe na. Qysh po kaloni? Mirë shumë u kënaqem. Apo shini në sen, apo... Veç mirë. Allah shqyr, Allah qështu ju ngotë. Amin, sytë e mi veç mirë shohin. Bravo të Na shtë gotë. nisna që du me po veç mirë, edhe Qashtë. qashtu I sholla qështu, për qështu jemi të munu. Po. Shati Terpiz. Terpiz, Një fshat kisme. shumë i bukur. Deri me tash ndër fshatrat më të bukura që i kum vizitu. Allah qështu është. Ma të bukura se na thonë që i ke vizitu peti. Apo a? Hajde shtoj. Po të përcjellim nga pak, se shkon shumë në përkatunë. Po. Po, përshëndetje. Po thu, qika se delnin ka mirë. Nuk bën nër 18. Merrni, po nuk ju qesëm ka mirë. Çka e veçon fshatin Terpiz Fshatin, a? përveç bukurisë edhe ndërtimeve që i kishte ky Po e fshat? veçan i kim do pisha pak më nalt, një park, shumë të mirë, çaj e veçan shumë. E veçoj njerëzit janë shumë të mirë, janë mirë prec. Tanat i kim edhe diaspora e veçan shumë që du një falënderim shumë të veçantë për diasporë. Më thatë që ndër fshatrat më të bukura që i ki vizitu deri tash ti. Besoj që I Terpiza ke do të po, më qenë po. atë.
Do thot Tërpeza është më e bukur, apo më thon. A ke xhelozu pak që s'ko marrë dhënë në Tërpeza apo çysh? Nuk kem xhelozu se Kosova është e jonë, ja. E ke ditë që vi. Po zakonisht, thash nëse viziton këtë se ki çarën, dashta jo çare, po dësh marrë edhe këta. Nuk ti ky fshat. Zbesoj që të kaj. Unë realisht me tregu drejtën më kanë ftu shumë, më kanë shkruar. Po, Vizitoje, Javlin, hajde në shotin po. Edhe që ja përse, aja pas ka vli? Unë jam veç në fillim, po deri me tani shumë i bukur. Sa është i banushëm? Vallai i banushëm, dikon do të më banu më zgabof sa afro 450 shtëpi, po shumica janë në diasporë. Shumë, ku vetë fundit kanë shku shumë, edhe na u kanë nevojit shumë se janë shumë njerëz të mirë, blin diasporët e na janë jashtëzakonisht mirë dhe kanë bërë shumë për këtë fshat. Po vret. Po, edhe po vrejet shumë dërtë, edhe na shkëjmtojnë të mirë. Po, normalisht. Deri me tash shumë njerëz pozitiva ju. Shumë e vërtetë. Çka e veçantë tjetër fshatin? Po tjetër vallai. Ose çka i mungon për shembull fshatit? E veçanë shkolla është e mirë, konzoncat mirë. Me i mungu fshatit s'po di besa këta i shka i mungon, ka që i mungon. Thamë që ujësill, si nuk ujësill, si zakonisht i mungon fshatit, bë inshallah do të bëhet edhe ai. Mishemi, fshati Tërpez e ka edhe shkollën, shkolla fillore e mesme e olt. Do thot është fshat i banushëm, kur fshati është i banushëm normalisht që ka dhe nxënësa nga informacionet cilat unë arrita me i marr, afër 200 nxënësa janë në këtë shkollë. Është një objekt shumë i bukur, e ka edhe oborrin bukur të madh, e ka edhe këtë pjesën ku nxënësat munden me mbajt lëndën e edukatës fizike, rjeta. Opa, të ondi, akrejani, është edhe lapidari, do thëtë shkolla e mbon emrin e dëshmurit Hysen Tërpeza, komandanti i shtabit për mbrojtjen e kufinjeve të Shqipërisë etnike. Dëshmorët e lirisë, miqtë e mi, jemi populli padyshim me historinë më të dhëmshme, po njëkohësisht edhe më të mirën, ku sot në oborrin e shkollës janë emrat e atyre që e dhanë jetën për këtë tokë, e dhanë jetën që sot nxënësat me gëzu lirinë edhe me fitu dijenin në këtë shkollë. Por jo vetëm në këtë shkollë. Njerëz cilët e kanë dhënë jetën janë thuajse çdo cep të Kosovës, në çdo fshat, në çdo vend që unë e vizitoj. Miqtemi, dal nga dal erdhëm edhe tek pishat e Tërpezës. E sheni miqtemi është një pamje madhështore. Në moment kështu më ka qetësu trurin, kisha dosh pak fokus kamera. Sa vizitohet ky fshat. Po më duket se është goxha turistik kështu, po shoh shumë njerëz. Ky fshat vizitohet shumë, sidomos tash në stinën e gjitha stinët, po më shumë të stinën e pranverës. Ditët e vikendit, si dhe në për festa, sidomos dje, me siguri kanë qenë mbi 120 vetura me mbushura me njerëz, me fëmijë. Plus në çdo mëngjes ka mbi 20 herë vinë vizitojnë pishat e Tërpezës. Po i më bën një punëtor. Punëtorin e pagun një asamblejist e fshatit Tërpez, që është në komunë të Vitinës asamblejist, është jashtë me punë, a i bën pagesën e punëtorit. Po më intereson këtu, diçka ndonjë restorant afër këtyne pishave nuk ka, Jo, nuk që me kalu kohën familje. Jo, nuk ka dhe si na të interesune me pas se Kthehet në diçka tjetër. Kthehet diçka tjetër, tani mund njerëz me përfitu për asaj edhe mund më nai bën edhe me parë hyrjen anaj sen më mirë, çështu kena çef natyrale që ka fol Zoti, çashtu edhe më mirë. Zotri Samit, përshëndes. Faleminderit për vizitën.
Jeni të mirë se ardhur gjithar. Faleminderit shumë. Njerëz kaq të mirë si në Terpez s'ka se t'jenë më. U kënaqem pafund dhe koha është me diell, po e shijoj maksimum, po shpresoj që edhe ju jeni duke u kënaqur me neve. Qëndroni me neve. Miqtë e mi është fshati I parë I cili e ka dhe restorantin e vetë. Unë po du me provu me hy, edhe të shohëm se qysh po m'presin, edhe po del në ikush me folë. Pa dol dikush është e pa mundur, mirë po që unë edhe heq me së të më folë që një kafe e pi që aty. Përshëndetje! A do një mësafir shpia modhe? Si jeni, Dorontina? Si je, a je mirë? Si je ndërum, a je mirë? Sokoli. Përshëndetje, qysh jeni a një mirë krejt? Mirë, faleminderit, mirë. Faleminderit shumë. Unë s'jem për me pi. Mirë është vazhdoje. Qysh je? Mirë, faleminderit. Familja? Mirë. Qysh po kaloni? Super, mirë. Na vjen mirë. Se di pse po ma je për shtypjen se jeni mërgjimtar. Sakt. Sakt. Po. Përgjigje sakt. Nga të njofta nga I raj parfumit. Se di se ju e keni, dashti e keni ma original, a? S'po na I bini të në Kosovë që se? Po, edhe në Kosovë ka. Po to, ani këta mërgjimtar, unë I du mas shumë të mërgjimtar, po dhe ka pak I nguci, ku pas kohë, krejtë senet, qka jenë atje, po jenë edhe këtë. Që shtë na thënë, po? I ndërum, qysh po kalani? Mirë shumë. Që sa keni ardhë? Rejtë martës jam të. Sa po qëndroni? Deri edhe sot nesër veç. U thujmë për Shumë mirë, Gjenevë. rruga e mbarë, kur Faleminderit. do që nisni. Am të regon që sa vite jeni atje? Unë jam që 34 vite. Prej vitin 1990. Ka qenë e vështirë periudha krejt në fillim, apo ndoshta është edhe të sot, se mendjen e ki pa dyshim vendlindje? Po, në vitet e 90 ka qenë ma vështërsi. E tash, mundësi t'i kem me shku, mu këthym brana ditës, dhe Do të bëni lëvizje të shpesh. levizet shpeshta, po. Unë gjdo një muj jam gjithmonë këtu në vendlindje. Unë po ta besoj se një fshat ka që I bukur edhe që ka mronë sy ju komplimentoj se cili kishit shtepit më të bukra se tjetri. Ashtë edhe kjo pak fol mërgjimtarve? Po, jemi përafërsisht një 60-70% jemi jashtë mërgat. Edhe t'ju edhe normalisht keni kontribu, po më intereson çka keni kontribu diçka ekstra kështu që ja vlen me cek për fshatin, që keni bën ndonjë ndërtim të objektit ose Ndërtim të objektive s'kemi bo, por për kemi shembull ndihmu- xhamin? Po edhe në xhami kemi investu edhe në Ja xhami. jes po du më ja hupën. Ja, edhe në xhami, edhe kemi investu edhe disa familjeve në shtëpi, kështu që sa do pak Me mundësi. me mundësi, po. Fshati e ka një rregull, një pastërti. Më tregon kush kujdeset, a e keni dikon që kujdeset, apo ç'është është puna? Po, që parafërsisht gati se 4 vite, kështu që kemi dy punëtor. Njëri e pastron fshatin, e tjetri është e pastron parkin e pishave. Kemi një prak shumë të mirë. Më tregoj ma herët një banor me cilin bisedova, më tha që një mërgjimtar do thot I pagun ata 2 punëtor për mirëmbajtjen e fshatit. Po, është e vërtet. Çka po qesh? Mos jeni ju. Jo, po tash të bje mua. Mos jeni ju. Po nëse Unë jeni, jam, po, unë jam. Po, do faleminderit. thot e pas kam gjetë personin. Po, edhe shpinë, po. Do thot e gjeta unë personin adekuat fix, personin I cili e pagun 2 banorjen, banorët po, të fshatit, mos të gaboj, jem banor të fshatit, cilët e mirëmbajnë fshatin dhe ky është mërgjimtari I cili ju jep rrugë. Përveç kësaj mos harroj me cek se ai banori më tregoi që e ke filluar dhe me ndërtimin e një shtëpie, ju lumt Zoti inshallah këtë mirat ja udhëron juve dhe familjes. Mundona kështu që sa do pak
me kontribu për fshatin tem, edhe unë jam mirë njës për fshatin tem, sepse kur kam dalë në zgjedhjet e lokale para 4 vite gati po bëhen, kështu që janë kanë në mënyrë shumë të organizuar dhe me votat e fshatit, kështu që kam shku, e kam bërë një, domethënë, histori Numrin e votave. me numrin e votave, domethënë prej mas luftës jam ndër kandidatët më i votuar. Fal bashkëfshatarëve të mi. Kështu duhet me qenë bashkëpunimi ju edhe banorë dhe kështu i ndërsjellët, normalisht. Unë jam shumë i njerës, dhe kështu që munduna dhe praj edhe më tutje. Mu çka po m'pëlqen edhe që mbron sy është modestia e secilit prej banorëve këtë. Në fund të ditës edhe Zoti i dën njerëz të modest. Ne jemi të thjeshtë. Më kemi kështu, më thonë që po falë edhe këtij pronarit restoranit, është shumë një djalë i sjellshëm. Dhe ne këtu në mëngjes, kur të vim, këtu jemi në mëngjes e pim kafën, Si në shpetone. si në shpetone. Kështu që Pëlqen se gjatë rrugtimit tem sot në këtë fshat, do thot nuk hasa me një banor që është tuic vet. Secili me një shok, me një kushëri, do thot ishit ashtu të bashku. është e vërtet, presi është kja për afërsisht gati i boni 4 vite, 3 vite diçka. Jem një fshat shumë i organizuar dhe jem gjithë së bashku. Unë e cika krejt në fillim se është fshati i parë cilin e hasi me një restorant. A i kanë ndihmu dikush këtij pronarit ju si mërgat apo krejt vet? Ja, vetë ka po vet. Dhe fal punës ti edhe kështu që Mendova mos me që jeni të bashkuar ashtu në gjitha thash mos e keni ndihmu edhe diçka. po jemi këtu gjithmonë shembull Qa është çdo festë që e bëjmë e respektojmë. Sikur që na respekton edhe ne mundohemi me respektu. Edhe këtu jemi shembull sikur një familje. Faleminderit shumë për kohën, s'po ju Shumë. Marko ma shumë se edhe i pas këtë ditë Ja, shkundit, vini prap apo vini shpesh? Po, shpesh çdo muj. Çdo muj. Çdo muj, çdo seancë prezantohemi. I mbon seancat me rregull, nuk i lën me i humb asnjë. Jo. Ndrum faleminderit shumë. Shumë faleminderit Ishte edhe për juve, knaqësi. edhe për neve. A ju përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Edhe ju, miru pofshim. Ju përshëndes ndërum, faleminderit shumë. Miqtë e mi. Miau! Po tutet moca. E pot dhe ndëgjut intervistën cilën e zhvillova me një mërgjimtar, e pat emrin Kujdesondi. Sami nëse nuk gaboj? Duke që e pat Sami, nëse jem të gabu i kërkoj falje kur të sheh emisionin, dal nga dal na i erdhëm fundit fshatit, emisionit për ditën e sotme. Mos të harrojmë cik se fshati është bukur i madh edhe unë nuk u arrit me shku në çdo cep. Mirë po, ju mundu ashtu me përgjithsu çka ma ka lecu ditën e sotme është se kum taku banor, cilët më kanë tregu edhe thuja se fjalët e njëjta i ka secili prej banorëve për fshatin e vet dhe kështu që nuk e pa është arsyeshme që na me u fut thuja se në çdo shtëpi për shkak se e shihni është një fshat shumë i bukur me shtëpit më të bukura në Kosovë. Mos të harrojmë me shtëpit më të bukura deri me sot që unë e kum vizitu. Kështu që unë ju dëshiroj gjitha të mirat, vazhdoni të qëndroni me neve, deri në takimin ton të ardhshëm. Mirëmbëçi!